Good morning! Po ju them mirëmëngjes sepse I kam nisur rostnicat në darkë dhe I kam përfunduar në mëngjes. Si një nënë me shumë fëmijë, sigurisht që procesi I gatimit për mua është I gjatë. Varet gjithmonë sipas turneve që jam. Mund ta nis drekën në darkë dhe ta përfundoj në mëngjes. Nese. Sot emrin drekës ja kam vendosur rostnica. Rostnicat janë shumë të thjeshta për përgatitje. Është një recetë shumë e thjeshtë shqiptare. Ne mund kam përdorur pak miell të primës dhe 2 kokra ves. Do t'i bashkojmë me njëri tjetrin në formën e një brumi derisa të thermohen dhe pasaj këto thërimet ose këto gjërat e vogla ne I quajmë rostnica. Do t'i kalojmë në skuqe me vaj ulliri dhe me pak gjalp derisa të marrin atë ngjyrën e artë, ndërsa për pjesën e gatimit unë kam vendosur t'i gatuaj me lëngun e mishit të pulës, të cilin e kam zier veçmës. Mishin e kam skuqur në tigan, ndërsa lëngun e pulës do t'ja hedhim rostnicave pasi të jenë skuqur dhe pasi të kenë marrë atë ngjyrën e artë. I shtojmë pak krip dhe kaq. Këto janë rostnicat e famshme që nënat gjyshet tona I gatuanin vet, ndërsa sot mund të gjenden edhe shumë lehtë në supermarket. Por sot vendosa t'i gatuaj vet.